إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Hamdi të kënë Allahu Gjelle Ta'ala, paqja, bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, shokët të tij besnik, dhe me gjithë umetin e tij që ndjekin, pasojnë mësimet e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër besimtar, Islami i sqaruar në Kur'an dhe në Sunetin profetik është një metodologji e plot, një harmonisë dhe i lidhjeve për të vazhduar drita e Allahut Gjelle Ta'ala në përmes kohëve në jetën e besimtarit. Kurani dhe Suneti sqarojnë detyrimet hyjnore që Allahu i ka lënë si beslidhje dhe si përgjegjësi mbi çdo musliman, në çdo vend dhe në çdo kohë. Dhe kjo shihet në këtë lidhje që besimtari duhet ta ketë me Zotin, nuk ka dyshim se në te ka mrekulli që fshihet në librin e Allahut Gjelle Ta'ala. Ajo është në atë që udhëzon ky Kur'an më të drejtë, siç thot Allahu inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Më të vërtetë, ky Kur'ani udhëzon nga ajo që është më e drejtë, është më e vlerë, është më e mirë, është më e fuqishme. Pastaj vazhdon ajeti kuranor wa yubashshir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat, dhe i përgëzon besimtarët të cilët bojnë vepra të mira. Prej përgëzimeve që Allahu Gjelle Ta'ala u jep besimtarën në vazhdimsi është përgëzimi për sezonin kur ata kanë mundësi për me bojë yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dhe ai përgëzon besimtarët për të bërë vepra të mira. Është edhe sezoni i 10 të Dhulhijhes që Allahu është betu në ditë e këtij muaji. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar besimtarët se veprat më dashura të Zotit nuk ka se sa veprën që e bën një besimtar në këtë ditë. Allahu në fillimin e surës Fajr, është një sure në Kur'an, në juzin e 30, në fund të Kur'anit, pra, që ka emrin kaptina al-Fajr, kaptina e agimit. Allahu betohet wal fajr wa layalin ashri wa shafi'i wal watr wal layli idha yasar hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Pasha agimin, këto janë betimet që Allahu i bën në krijesat e tij, ndërsa njeriu nuk i takon të betohet vetëm se në krijuesin e tij. Thot Allahu në Kur'an pasha agimin, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe tekun, pasha natën kur aja kalon, a nuk ka në to betime, argument për ata që kanë mendje. Krejt këto betime që Allahu i ka sjell, pra në këtë sure, në fillim të kësaj sure, Allahu po thot në këto betime ka fshehtësi, ka mrekulli, të cilat janë vetëm për zotët e mendjes, ata që meditojnë, ata që logjikojnë, ata që e përdorin mendjen e tyre drejt për ta kuptuar udhëzimin e Allahut Gjelle Ta'ala. Shumica e komentatorëve të Kuranit kanë thonë wa layalin ashr, dhe pasha 10 netët, qëllimi është për 10-in e Dhulhijhes. 10-i i Dhulhijhes është pra një 10 i artë, një sezon e artë, ku Zoti i përgëzon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët që të bëjnë vepra të mira. Qëllimi i veprës së mirë në Islam është qëllim pra që ajo të jetë e vazhdueshme. Kjo është ajo beslidhja, kjo është ajo maneti që besimtari duhet t'ja
t'ja jap Zoti xhella taala, që në vazhdimsi të gjej një kohë, të gjej një sezon ku ai kthehet Zotit vet, ku ai kthehet pra lidhjes dhe beslidhjes së tij që e ka me Zotin për të qëndruar afër, sepse faktorët e shumë nefsi vet, egoja e tij, shejtani dhe shumë faktorë tjerë janë që të cilët neve na tërheqin nga rruga e Allahut xhelle taala. Për këtë ditë kanë fol dietarët, ka fol Kurani, ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vlerat e veçanta të tyre ditëve shihen pra në mënyrën se si besimtari i shfrytëzon këtë ditë. Këto janë ditë e adhurimit në jetën e besimtarit. Ditë e adhurimit pra që besimtari e shton intensitetin dhe e shton energjinë e tij për të bërë mirë. Çka është ajo e mira që duhet me shtu? Çdo e mirë të cilën ai e ka mësuar prej fesë së tij, duhet me shtu edhe pak më shumë në këtë ditë. Nëse je pe atyre që fal namaz nafile, shton edhe pak. Nëse je pe atyre që e përmend Zotin, shton edhe pak. Nëse je pe atyre që jep sadaka rregullisht, e shton edhe pak sadaka në kështu më radhë. Pra shtohet intensiteti i veprave për të cilët neve vetë se na e ka mësuar feja. Ne jemi të përgatitur, ne e dim pra agjendën tonë, por kur vin këtë ditë ne mundohemi që të jemi më gjatë dhe më aktiv. Dhikri i caktuar është dhikri që e madhron Zotin. Allahu Akbar tekbiret. Pra kur besimtari është në shtëpi, del në rrugë, hyp në veturën e tij, thot Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Këto pra këtë dhikr e shpeshton dhe e thot pa ma parasysh në gjendjen apo në vendin ku është. Nuk ka dyshim se këto ditë na kujtojnë pra ditët e haxhit, një ditë, pra një adhurim kaq i madh në Islam, që nuk ka arrit askushi të bëjë një organizim të tillë nga asnjë millet para neve, as nuk ka me mujt me arrit dikush për me bëjë një organizim kaq interesant, me kaq shumë kombe, me kaq shumë ngjyra, me kaq shumë gjuhë, me kaq shumë kultura, që në mënyrë vullnetare ata të shtyje të veshin me një petk, të drejtohen një Zotit, edhe pse ata nuk e dinë gjuhën e imamëve kur ai thotë istowa atadilu, drejton edhe plotësoni safat, ata drejtohen do thotë dhe e shihni madhështinë kur e shihni Çabën ose kur e vizitoni atë, e shihni do thotë se pak sekonda i vyn që ata musliman mu drejtu, mu rëndu në safa, dhe kjo është prej madhështive të kësaj feje që ka këtë kapacitet dhe ka këtë influencë mbi besimtarët. Nga mesazhet të cilët neve si ummet na mëson pra djeqi i fund i këtyre ditëve, është do të thotë se ne jemi ummet që urdhrojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja dhe duhet pra që këtë moto ta vazhdojmë. Dita e Arafatit është një ditë madhështore e cila bie në natën pra të Bajramit, kur haxhilerët dalin duke thënë talbiyen e tyre lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, inal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak, ku ata i përgjigjen Zotit dhe i thojnë të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem, ty të takon hamdi, ty të takon falëndërimi, ty të takon sundimi, la sharika lak, dhe ti nuk e shoq pra në adhurimet tua. Kjo është talbia e cila e bojnë haxhilerët në një ditë kaq të madhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për këtë ditë nuk është pas shejtani i mallkuar, më i poshtruar, më i vogël, më i coptuar në veten e tij se sa ditën e Arafatit kur sheh se sa Zoti shumë i fal robët e tij në këtë ditë. Andaj prej veprave të cilët na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pra dhe agjërimi i ditës së Arafatit për neve që nuk jemi pra në haxh, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë siyam yawmul arafa yukaffir sanatayn madiya mustaqbiliya wa sawm ashura yukaffir sana kamila. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se agjërimi i ditës së Arafatit shlyen mëkatet e 2 viteve, një vit pra që ka kaluar dhe një vit që do të vijë. Pa kjo është vlera e madhe me të cilën nuk duhet ta humbi krejt, andaj do thot natën e Kurban Bajramit
është sunet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mu zgju pranë sufër me anëtarët e familjes që i bie ditë e martë dhe në hongër sufër dhe me agjëru këtë ditë për hir të Allahut xhella taala për shkak vlerës që ka kjo ditë. Shumë ka vepra të cilët kanë fol, dietarët kanë përmend, ato janë leximi i Kuranit, istikfari, kërkim falje, respektimi prindve, mbajtja e lidhjeve parafisnore, ushqimit varfër, shpërndarja e selamit dhe çdo vepër e mirë me të cilën besimtari shpreson mu afru te Allahu, le ta bën këtë ditë dhe le ta lut Allahun që Allahu t'ja pranoj atë vepër. Elos Allahun xhella taala që Allahu na bën prej atyre që sa herë që vinë sezonët, prej sezonëve të adhurimeve që na ka lajmëruar Zoti dhe na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne jemi syçel, mos jemi në gaflet dhe të jemi nga ata të cilët i shfrytëzojnë dhe jemi gjallë me zemrat, me veprat tona. Lutemi Allahun sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve.